A ju ka ndodhur ndonjëherë të pyesni veten pse disa njerëz duket se dinë gjithçka, por kur vjen puna për të bërë diçka, ngecin? Sot do t'i futemi thellë pikërisht këtij misteri, duke zbërthyer një mjet të jashtëzakonshëm që quhet taksonomia e Bloomit. Dhe harojeni teorinë akademike, imagjinojeni si një hartë, një GPS për mendjen tonë. Le ta nisim me pyetjen kryesore. Të gjithë njohim dikë të tillë, apo jo, një enciklopedi lëvizëse që mund të citoj fakte, data, shifra, por kur përballet me një problem të vërtet, praktik, thjesht bllokohet. E po, pikërisht ky hendek i madh mes të diturit dhe të bërit është problemi që një psikolog me emrin Benjamin Bloom u përpoq të zgjidhte dekada më parë. Dhe ja ku vjen zgjidhja e tij, një taksonomi, që thjesht do të thotë një sistem klasifikimi. Por kujdes, kjo nuk është thjesht një listë rastësishme. As pak, është një hierarki, një shkallare. Ajo na tregon diçka thelbësore. Të mësosh nuk është si të ndezësh një çelës, on-off. Jo, është një ngitje, ku çdo nivel i ri ndërtohet fort mbi atë të mëparshmin. Dhe ja ku e kemi shkallaren tonë, 6 nivele, nga më themelorja, kujtesa, deri te maja absolute, krijimi. Gjatë minutave në vijim, ne do të ngjitemi këtyre shkallëve një e nga një. Dhe qëllimi nuk është thjesht të kuptojmë çfarë janë në teori, por si funksionojnë ato në praktik, në punën tonë, në studimet tona, në jetën tonë të përditshme. Në rregull, jemi gati? Le të fillojmë ngjitjen. Po e nisim nga themelet, nga baza absolute. Këto 3 nivelet e para janë si themeli i një ndërtese. Mund të kesh idet më fantastike për katin e fundit, por pa këtë bazament të fortë, gjithçka do të shembet. Ja ku jemi, shkalla e parë, kujtesa. Kjo është fare e thjeshtë, është aftësia për të mbajtur mend, për të rikujtuar një fakt, një përkufizim, një listë. Është si ta hapësh një sirtar në mendje dhe të nxjerrësh prej andej informacionin që të duhet. Kur dikush përmend, liston apo citon diçka, ai po operon pikërisht në këtë nivel. Është thelbësor, por rreziku më i madh është të ngecësh vetëm këtu. Për ta bërë super konkrete, imagjino një intervistë puna. Një pyetje si kjo, cilat janë 4 P të marketingut, teston vetëm dhe vetëm kujtesën. Përgjigja, pra produkt, çmim, promocion, vend, nuk kërkon asnjë lloj mendimi apo interpretimi. Thjesht rikujtim. Ky është shembulli klasik i njohurisë pa aftësi. E tani vjen kërcimi i parë i madh. Shikojeni pak të ndryshim. Është një botë e tërë diferencë mes të diturit një fjalie përmendësh dhe të shpjeguarit të logjikës që fshihet pas asaj fjalie. Ky hap i vogël në dupje është në fakt një kërcim gjigant, nga kujtesa tek kuptimi. Dhe hop, ngjitemi në shkallën e dytë, kuptimi. Këtu ndodh magjia e parë. Informacioni nuk është më një fakt i ftoftë dhe i huaj, ai fillon të marrë jetë. Këtu nuk mjafton të recitosh për kufizimin, jo, këtu duhet ta shpjegosh me fjalët e tua, ta përmbledhësh, ta ilustrosh me një shembull tëndin. Këtu informacioni fillon të bëhet me të vërtetë yti. Tani kthehemi prapë tek intervista jon imagjinare. Pyetja tjetër është kjo. Më shpjego me fjalët e tua pse segmentimi i tregut është kaq i rëndësishëm. A e shihni ndryshimin? Kjo të detyron të lidhësh pikat, të tregosh se e ke kapur thelbin e ides, jo thjesht fjalët. Këtu fillon të ndahet shapka nga sheqeri, kompetenca reale nga memorizimi. Në rregull, e mbaj mend, e kuptojmë, po pastaj vjen niveli i tretë, zbatimi. Ky është momenti i së vërtetës. Këtu dia del nga libri, del nga koka dhe përvesh mëngët. Është aftësia për të marrë një koncept apo një teori dhe për ta përdorur atë për të zgjidhur një problem real në një situatë reale. Dhe ja ku vjen pyetja finale në intervistën tonë. Të japi një rast studimor dhe të thonë: shkëlqyeshëm, tani apliko modelin STP për të zgjidhur këtë problem specifik marketingu. Këtu nuk ka më teori, këtu kërkohet veprim. Të përdorësh një mjet për të arritur një rezultat konkret. Këtu, më në fund, njohuria fillon të krijojë vlerë të prekshme. Mirë, i hodhëm themelet. Kemi njohuri, e kuptojmë atë dhe dim ta zbatojmë. Deri këtu jemi mirë. Por tani fillon ngjitja e vërtet. Tani kalojmë nga të qenit thjesht një praktikues i mirë në të qenit një ekspert i vërtet. Këto 3 nivelet e ardhshme janë ato që bëjnë diferencën mes të mirës dhe të shkëlqyerët. Ngjitemi në shkallën e 4, analiza.
Mendojeni këtë si punën e një mekaniku të hap motorin e një makine. Nuk e sheh atë thjesht si një blok metali, por e zbërthen pjesë-pjesë për të parë si lidhen ato me njëra tjetrën, si funksionojnë bashkë, çfarë nuk po shkon. Të analizosh do të thotë pikërisht këtë, ta coptosh problemin, të gjesh lidhjet shkak-pasojë dhe të kuptosh pse në madhe pas gjithçkaje. Një pyetje tipike për këtë nivel do të ishte kjo. Shiko këtë të dhëna nga fushata jonë e fundit që dështoj. Cili ishte faktori i vetëm që pati ndikimin më të madh në këtë dështim? Dhe pse? Kjo nuk është me një pyetje me një përgjigje të gatshme. Kjo kërkon punë detektivi, të shushitesh provat, të peshosh të gjithë faktorët dhe të gjesh shkakun rrënjësor. Dhe këtu duhet të bëjmë një ndalesë shumë të rëndësishme, sepse ka një dallim si nata me ditën mes opinionit dhe vlerësimit. Të thuash, mua më pëlqen kjo, është opinion. Të thuash, kjo alternativa është më e mirë se tjetra bazuar në kriteret X, Y dhe Z, e po, ky është vlerësim. Ky është thelbi i hapit ton të ardhshëm. Dhe ja ku jemi në shkallën e 5, vlerësimi. Këtu ti bëhesh gjykatës. Pasi ke analizuar të gjitha faktet dhe provat, tani duhet të japësh një vendim. Të thuash se cila zgjidhje është më e mira, por jo thjesht sepse ashtu të duket ty. Jo, duhet ta justifikosh, të argumentosh me kritere të qarta dhe të forta, si efektiviteti, kostoja apo ndikimi afatgjatë. Pyetja klasike këtu është, para teje ke dy strategji, A dhe B. Cila është më efektive dhe më e rëndësishmja, pse? Dhe kujdes, përgjigjja unë mendoj se A-ja nuk vlen asgjë. Përgjigjja që kërkohet këtu tingëllon kështu. Strategjia A është superiore sepse, bazuar në kriteret e kostos, shpejtësisë dhe rrezikut, ajo performon më mirë. Ky është vendimarrja e nivelit të lartë. Dhe ja ku arritëm, në maj të malit, shkalla e 6 dhe e fundit. Krinjimi. Kjo është pika kulmore të menduarit. Këtu ndalojmë së zbërthyeri gjërat që kanë bërë të tjerët dhe fillojmë të ndërtojmë diçka tonën, diçka krejtësisht të re. E gjithë ngjitja deri këtu, gjithë ato shkallë, na shërbyen si stërvitje për këtë moment, për të krijuar një plan të ri, një produkt inovator, një zgjidhje që nuk ekzistonte më parë. Këtu detyra nuk është më gjej përgjigjen e saktë, është ndërtoje zgjidhjen. Për shembull, ja ku i ke të gjitha të dhënat për stafin ton. Tani dizajni një sistem të rimotivimi të përshtatur posaçërisht për ta. Përgjigjen e kësaj nuk e gjen dot në asnjë libër apo manual. Duhet të marrësh gjithçka di, të analizosh situatën specifike dhe të ndërtosh diçka origjinale. Këtu dia kthehet në ndikim real. Pra i ngjitëm të 6 shkallët. Fantastike, por pyetja e madhe mbetet. Po mirë, ç'na duhet gjithë kjo? Si e përdorim këtë hartë në botën reale? Le të shohim se si kjo ide thjesht mund të transformojë gjithçka, nga një trajnim rutin deri te mënyra se si menaxhojmë ekipet tona. Ky shembull është thjesht briljant. Vjen nga bota e trajnimeve. Shikoni pak objektivin përpara. Të kuptoj marketingun. Çfarë do të thotë kjo? Si e mat? Nuk mundesh. Është e paqartë. Tani shikoni objektivin pas, i ndërtuar me Bloomin. Ta analizoj sjelljen e klientit dhe të krijoj një ofertë të përshtatur. Wow, ky është specifik, i matshëm dhe kërkon mendim të nivelit të lartë. Ky pra është dallimi mes një trajnimi që informon dhe një trajnimi që transformon. Sigurisht, si çdo mjet i fuqishëm, edhe ky ka kurthet e veta. Ja 3 gabimet më të zakonshme që duhen shmangur me çdo kusht. I pari, ti kërkosh dikujt të krijojë diçka kur ai person nuk i ka semelet, nuk i mban mend apo kupton bazat. I dyti, të ngatrosh vështirësinë me nivelin. Të mësosh përmendësh 100 emra është e vështirë, por prap është vetëm niveli i parë, kujtesa. Dhe i treti, kurthi më i madh. Të pranosh një opinion si vlerësim. Kujtoni, mua më pëlqen, nuk është e njëjta gjë me kjo është më efektive sepse. Në fund të ditës, e gjithë kjo filozofi komplekse përmblidhet tek kjo ide thjesht por tejet e fuqishme. Taksonomia e Bloomit nuk të pyet sa shumë informacion ke në kokë, as pak. Pyetja e vërtet, pyetja që ka rëndësi është çfarë bën me atë informacion që ke në kokë? Si mendon me ta? Aty qëndron gjithë sekreti. Dhe kështu, dua ta mbyll me një pyetje për reflektim, një pyetje për secilin prej nesh. Mendo pak për ditën tënde të punës, për studimet, për vendimet që merr, pjesën më të madhe të kohës, në cilën shkallë të kësaj piramide je duke operuar. A je thjesht duke mbledhur e rikujtuar informacion? Apo je duke e përdorur atë për të analizuar, për të marrë vendime, për të krijuar diçka krejt të re? Përgjigja e kësaj pyetjeje besoj na tregon shumë,
jo vetëm për atë ku jemi sot, por edhe për atë ku mund të shkojmë nesër.